Kino Hyrje Hana po mban gjallë dashurinë për ekranin e madh në Gjakov. Këtë të premtë, dyert hapen për premierën e filmit Odisea, një nga historitë më të njohura të njerëzimit. Para se të bëhej film, ky tregim i Homerit mbi luftën dhe dashurinë frymëzoi botën për mijëra vjet. Filmi sjell rrugtimin e mbretit Odise, i cili pas luftës së Trojës niste drejt shtëpisë. Një udhëtim 10 vjeçar me sfidave, përbindshave dhe perëndive, ku Odiseu përballet edhe me Ciklopin, të sjellë në një version të ri për ekranin e madh. Ndërkohë në shtëpi, Penelopa dhe Telemaku përpiqen të mbrojnë Fronin gjatë mungesës së tij. Premiera Odisea pritet të sjellë një mbrëmje të veçantë për publikun. Mbrëmja nis nga ora 19 me një event special ku të pranishmit do të kenë mundësi të shijojnë ushqime dhe koktej, ndërsa kulmon në orën 20 me shfaqjen e filmit në ekranin e madh të Kino Hyrje Hana.